Zyrtarët ukrainas dhe amerikan po zhvillojnë takim në Florida të Shteteve të Bashkuara për të diskutuar propozimet për t'i dhënë fund luftës së Rusisë. Marco Rubio, Steve Witkoff dhe dhëndri presidenti Trump, Jared Kushner, janë takuar me delegacionin e Kievit pas një fundjavë tjetër sulmesh vdekje prurse ruse në Ukrainë. Negociatorët ukrainas po diskutojnë me zyrtarët e lartë amerikan detajet e planit të propozuar nga Washingtoni për dhënien fund të luftës disa vjeçare, ndërsa Kievi vijon përballjen me presion në frontet ushtarake dhe politike. Qëllimi përfundimtar padyshim nuk është vetëm fundi i luftës, por bëhet fjalë dhe për sigurimin e një përfundimi të luftës që e lë Ukrainën sovrane dhe të pavarur dhe me një mundësi për prosperitet të vërtet, tha Rubio në një fjalim të shkurtër. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me marrëveshjen e paqes, shtoi ai, ndërsa ekipet u ulën në Shell Bay Club, një klub golfi dhe raketash i zhvilluar nga Witkoff në Hallandale Beach. Drejtuesi i delegacionit ukrainas, Rustem Umerov, ju përgjigj Rubios duke shprehur vlerësimin e vendit të tij për përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një mesazh drejtuar Trump, i cili më parë ka pohuar se Ukraina nuk ka qenë mjaftueshëm mirënjohëse për ndihmën e SBA-s gjatë luftës. SBA-t po na mbështesin, SBA-t po punojnë për krah nesh, tha ai. Të paktën 6 persona u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën në të gjithë Ukrainën gjatë fundjavës nga sulmet me dron të Rusisë.